Kur ka qenë hera e fundit që e ke lexu horoskopin? Kur, s'kom lezu. Kur? Do të thënë hera e fundit ka qenë kur? Kur, heq. Interesant. E di që jam mbretësjap, Po se ke lexu me kur? fjallë të momit, po nuk e di që është tek, nuk e di që shkojmë këtë sene. Qa është gruaja në horoskop? Valla, se di. Se di. Çka je? Më doket Virgjëresh. vegjëresh u ka. Okej. Kështot, para 2-3 vjetë ka mundësi, po jo që ju besosha fort, po në rreth shoqërisë folshën tash. Para 2-3 vjetë? A din ti qa je në horoskop? Binjak, më thuaj. Binjak. Binjak. Okej, mirë, interesant. Kur ka qenë hera e fundit që ke provu diçka që të frikson? A friksohesh ti? Mbarët për çka, për shemëll, mundohemi ato që i kemi pak si frika, personalisht është frika jam personale është nëse prind nuk i kam shumë afër edhe vazhdimisht jo me ta, që më frigon pak ma shumë. Për te kësaj, diçka që ke bën në i kësaj, veprim ti? Gjithçka që më frigon, une e provoj me hek. Edhe kështu s'është ballafaqona shumë me gjanat njëtë. Jam shumë e gashme më ballafaqo edhe nuk më frigon. Jo që po thonë për diçka, po nuk më frigon në send i specifikum në njëtë. Okej, interesant, faleminderit. Se po qeshe? Për grusë. Dhe sa foli Bleona, Ran vend diçka. thash çka me gjetëm diçka që tutna, po nuk po të qape kur gjofit. S'ke bot diçka që të frikson, ja? Jo, valla, me thonë film marar me këshyri, jo. Nuk më tutin ato, kështë që për një me ose nuk... Qka del për pora, mirë se vjen, Okej. nuk tutna. Kur është hera e fundit që e ke pastru banjon? Se po këshirë? Nuk e di. Nuk e di. Jo. Ju ndimoj dhe shpija kur ka rasën urgjence, po jo, kështë që me thonë. Se kom punën që punoj, që una heret me ngjes. Amo banjon nuk e ke pastru? Jo. S'pe man vend, okej. Jo. Ti kur e ke pastru? Por personalisht jam shumë shtepjake, më pëlqen punë të shtëpis, me pastru, me qenë kështot në rregull, hiq më larg dje. Dje? Ku Okej. pastru, ku më rregullu. Mirë.